Me këtë çmim kush blen? S'ka njerëzit pare me blen. 300 dinar një kilë spesa. Po çmimet e produkteve ushqimore, butësore janë mbi normale. Maksimale, domethënë. Pse? Po për ato se nuk u kultivojnë vetë, punën, arat nuk i punojnë vetë. I kina lënë këtë si shkretejnë në bo. Prap, kundra që s'punojnë, prap janë lejrë. Që të 220 dinar me palizonave, 300 dinar janë specave, lagnat 100 dinari, ki, marullat 50 dinar. Ma lirë është marullat për moment. S'kemi prodhimin tonë, bëjnë për jashtë, shteti duhet t'i kontrollojë pak çmimet që na, se jo nuk bëjnë për neve, nuk më varet për neve, varet për shtetit. Duhet pak kontrolla shtetit, kishtë dogan kur hinë, t'i këshirin çmimet, sa jonë gjion, sa e banë Macedonia, sa se banë. Sa është interesimi? Interesimi është amon, kur s'ka material, këtë gjika interesim, me këtë çmim kush blen? S'ka njerëzit pare me blen, 300 dinar një kilë spesa. Pa ja mislim da je skapa je. U ovaj period minutite godine беше далеко порано što bilo za 50-60 dinara, сега je 100% zgolemeno. И на пиперот, и на патиженот, и на другите производи, на сите, скоро за дупло се поголеми. Па така и пазарот диктира. Овој пазар кој диктира поголемите работи. Тие како го набаваат, така и го даваат. Тоа е проблемот. Проблемот е што ако набавката иде поевтино и поевтино ќе иде. Меѓутоа набавката кај што ја вршат таму на големо е скапо и така после иде тоа и по маркетите и по пазарите секогаш иде поголема цена. Shumë shtrenjtë, shumë shtrenjtë. Sallate 20 miliard do të shesë onë. Unë shtrenjtë e kom lej, këtë 35 do të shesë. A 30. Kush t'i pagoje këto? Se një blejen kërkush. Pse janë kaq? Shtrenjtë se kjo mall Turkeje, këtë vajnë për jashtë avaj. I joani nuk ka. Ska, shumë shtrenjtë, dhe në pak do të qilë që vejmë këtë këta. Këtë do të të msheli. Ska. Sa interesimi blerësve? Hyq. Do vaja da blejen një salat, do vaja ndëshkoje. Ska, katastrofa. Këtë dilon vendin e këtë do të hekim. Me shto shmime këtë do të hekim, rroga o 300 euro. Kush mund të bleje këtë me 300 euro rroga? Kërkush të në bleje.